Kjo është kyçe ilegale. Sot, kompania Rojenale Ujësjellësi Hidroregioni Jugor me përcjellje të policisë ka zhvilluar një aksion të radhës për identifikimin dhe shkyqjen e konsumatorëve të cilët janë të kyçur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit, si dhe atyre që kanë borxhe të pashlyera ndaj kompanisë. Aksioni ka filluar në fshatin Vlashnje dhe do të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera. Zëdhënësja e kompanisë Nderona Kurtaj theksoi se qëllimi i këtij aksioni është vendosja e rendit dhe barazisë mes konsumatorëve, si dhe apelonte të gjithë konsumatorët që të kryejnë pagesat në kohë dhe të shmangin lidhjet ilegale të cilat janë të kundërligjshme dhe dëmtojnë cilësinë e shërbimit për të gjithë. Sot kemi filluar aksionin për shkyqjen e konsumatorëve nga lidhjet ilegale dhe atyre të cilat kanë faturat e papaguara. Qëllimi i gjithë kësaj ka qenë për parandalimin e keqpërdorimit të shërbimeve publike, si dhe rritjen e përgjegjësisë qytetare dhe respektimin e ligjit. Ne si kompani apelojmë tek të gjithë këta konsumatorë që të kryejnë obligimet e tyre, të paguajnë borxhet, si dhe vullnetarisht të largohen nga lidhjet ilegale, në mënyrë që të shmangën dëshkimeve dhe procedurave ligjore me legjislacionin fuqi. Ne kemi dalë sot, jemi në disa zona me ekipet e inspektoriatit, si dhe me menaxhmentin e kompanisë. Aktualisht veç se kemi zbuluar vetëm një lidhje ilegale, jemi në pritje edhe të disa të tjerave. Ndryshe, ky aksion nga kompania Rojenale Ujësjellësi Hidroregioni Jugor do të vazhdojë gjatë tërë stinës së verës, pasi që uji në këtë kohë është më i nevojshëm.